por sidoqoftë që ta sqarojmë. Allahu apo nëna? Se kjo vëzë përzirja e dashnive i ka bo disa njerëz me dalë me filozofu në për emisionet televizive dhe me lujt në muhabete. A nanën hoxho a Allahin? Kërja pyqen do më dhonë të veqelit. Kërja qëfar pyqe ban të veqelit? A nanën a Allahin? O kjo ignorancë vëty, që e tu veti? O që me dhonë, a bubrecin a nanën? Të në do më shumë. A pullën, a grujën? A delën që ka e kitë shpia, a vajzën? Pytja në bazë, fillim, është ndërtu me gabim. Sepse një dashni, ti po thu Allahin, hinoro kjo. Kjo nuk përzit të nana. Që e përzit nanër? Mirë po, shiko njerëzit. Jemë në në vëzëm zamanin, i thëjnë gjuna rabet të fehe, kotësijës. A i berbera, i thëjnë analist. A i keni po, berbera respekt për vazhnit tonë berbera, mirë po del në televizion dhe berber, kush o ki, kush jeti? Opinionist. A di shumë më vëzën opinionist, ki ka mendimet thella, ki ku të folit me shkruj që a i të dhanë. Apo, ajo tjetra, do më dhanë, nuk e dipi ku e kanë morë, ku e kanë sjell, shka menon ti? Kjo më vëzën, minire, na jetojmë këtë zamani medje, kjo vëzën këtë matë industri, kjo nuk o kotë. Kjo industri paguët, merët e veqelin, ndreqe, ngjije, lije, qite qatin televizion. Edhe vetë qka po menon ti. Apo, dhe qka ma interesant dhe zë, munohën neve me naj detiru, që na pasaj me analizu, apo qka thaj. Nëse hip ti, veç qka thaj, u kri raben loj. Nëse ti e merë, atë dhe e ngon qka tha, u kri ti raben, a ti mur minutat po, a ti mur i marri minutat, u kri raben loj. Kjo që ka i bio dhe zë, na jetojmë zamanën e kocijës, kur njeri pa kur farë zotësie, kur farë mjeshtrije, kur farë shkolle, e shumë ati opinionist. Që mënëve, 10 vetë, 13 vetë, 15 vetë, 20 vetë, 25 vetë, të regonë ajtë që ishë funksionojnë gjërat. Kjo në problematike, për këtë asyje, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk bëhet kiameti pa u paraqit ruaj bjodat. Tha një Rasulullah, që ka në ruaj bjodat? Tha një njeri të veqel, i marë, i humbur, flet për punë të mdoja. Që folbe ti për këtë të mdoja? Për të cilat punë njerëzit e meqë të njerëzit e urë që kanë përvoje, kanë shkollë. Thot, valla, unë zdi me të kalëzun për këtë punë. Zdi me të kalëzun për këtë punë. Për këtë asyje, shiko, darja e dashurive o shumë në nësi që pasaj mës t'i ngatrojnë ana. Apo, andaj, shpesher nga pysin për shemë, a ket, pytja në bazë mundë më kanë gabim. Në bazë mundë më kanë gabim. Për këtë asyje dhe zë shikona, na kemi dashnin dhe Allahot, na nuk e përzime dashnin dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam. Na i dojmë të ditë, apo? A i thëmë, eshhedu en la ilaha illallah, wa eshhedu en Muhammed Rasulullah. Me një vijan, me një shahadet, me një fjali. Ama na e dim se Allah është Allah Zot. A i ndryshe duhet. Apo, edhe ndryshe duhet pejgamberit jonë, sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberit sa mo njeri, pejgamberit sa më zguzon me adhuruhe, pejgamberit sa më zguzon me posejse, pejgamberit sa më zguzon me bariku. Ti e do, e respekton e madhnon. Ama si madhimi i Allahut, jo, ajo tjetër. O sikur me vetë, a Allah na pejgamberit ka në do ma shumë. Kjo ka bemo, dhe zë, gabemo. Sepse kjo lloji tjetër dashnis, dhe kjo lloji tjetër dashnis. Andaj, kur ti ngatron llojet, edhe pastaj çka ka më të përgjigjej? Çfarë ta më përgjigjej? Nuk ka përgjigje.